E mesme e artë, si shpëtim nga humnera ekstremeve. Njeriu, në udhëtimin e tij mbi këtë tokë, vazhdimisht tenton të rrëshqas drejt skajeve. Jetojmë në një botë që na shtyn drejt ekstremeve. Ne kërkohet ose të jemi plotësisht të dorëzuar pas materializimit dhe të harrojmë shpirtin, ose të izolohemi tërësisht nga bota duke harruar detyrimet tona toksore. Kalojmë nga dashuria e verbër te urrëtia shkatruese, nga kursimi tepër që kthehet në kopratësi, te shpërdorimi i çmendur që na çon në rënim. Ku qëndron e vërteta? Ku fshihet lumturia? Ekstremet janë si dy humnera që rrethojnë një shtek të ngushtë. Kush ecën në skaje, erët avon do të rrëzohet. Shpëtimi i vetëm i njeriut, arti më i vështirë por më i bukur i jetës, është gjetja e ekuilibrit të përsosur. Është ajo që urtësia njerëzore dhe shpallja hyjnore e quajnë e mesme e artë. Rruga e mesme, që nuk është dobësi apo kompromis, por është pika ku takohen paqja, drejtësia dhe bukuria e shpirtit. Në Kuranin e Madhërisëm, Zoti i Gjithësisë nuk na kërkon asnjëherë të jetojmë në mbi ngarkesë shpirtërore që na dëmton trupin e as në dëfrime që na shkatrojnë moralin. Ai e ka krijuar këtë univers në ekuilibër të përsosur dhe këtë ekuilibër e kërkon edhe nga ne. Allahu e përshkruan komunitetin e besimtarëve të vërtet me një term të jashtëzakonshëm. Dhe kështu, ne ju bëm juve një popull të mesëm, të drejtë dhe të ekuilibruar, që të jeni dëshmitar ndaj njerëzimit. Surja Al-Bekare 143. Të jesh një popull i mesëm, do të thotë të jesh i mbrojtur nga fanatizmi i tepruar dhe nga neglizhenca shkatruese. Kur flitet për mënyrën se si duhet ta shpenzojmë pasurinë tonë, Allahu e përkufizon të mesmen e artë si tipar të robërve të tij të dashur. Edhe ata që, kur shpenzojnë, nuk bëjnë shpërdorim e as nuk jepen pas kopratësisë, por mbajnë një rrugë të mesme midis këtyre të dyjave. Surja El-Furqan 67. Kjo është receta hyjnore për të jetuar. Mos e shtrëngo dorën aq sa të quajnë kopratës, por as mos e hap plotësisht, sa të mbetesh i varfër dhe i penduar. Zoti i Gjithësisë na mëson se lumturia nuk gjendet në skaje, por në rrugën e mesme të moderimit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ishte mishërimi i gjallë i këtij ekuilibri. Ai na mëson se çdo gjë që e kalon kufirin e saj, kthehet në të kundërtën e vet. Edhe në adhurim, ku njerëzit mendojnë se sa më shumë aq më mirë, ai na paralajmëroi të jemi të matur. Profeti alayhis salam ka thënë me prerje dhe qartësi: vërtet, kjo fe është e lehtë dhe askush nuk do t'i vihet kundër saj me ashpërsi, duke e tepruar, pa u mposhtur prej saj. Prandaj, ndiqni rrugën e mesme, afrohuni të përsosurës dhe gëzojuni shpërblimit. Ai po ashtu e përsëriti 3 herë një paralajmërim që duhet të dëgjohet fort në çdo kohë. Janë shkatruar ata që e teprojnë dhe janë ekstremist. Kur disa nga shokët e tij vendosën të bënin gjëra ekstreme, njëri premtoi se do të falej gjithë natën pa fjetur kurrë, tjetri se do ta agjeronte çdo ditë pa ndërprerje dhe i treti se do të largohej plotësisht nga martesa dhe jeta shoqërore. Profeti alayhis salam u ngrit dhe u tha: Unë jam ai që i friksohem Allahut më shumë se ju. E megjithatë, unë agjeroj, por edhe ha, falem natën, por edhe fle, dhe martohem me gra. Ai që largohet nga rruga ime, suneti im, nuk është prej meje. Kjo është e mesme e artë profetike. Ti japësh trupit atë që i takon, shpirtit atë që i takon, dhe shoqërisë atë që meriton. E mesme e artë nuk është vetëm rregulli i jashtëm. Ajo është mbi të gjitha një gjendje emocionale. Sa shpesh dëmtohemi nga dashuria e tepruar që kthehet në varësi apo obsesion. Sa shpesh shkatrohemi nga zemrimi i shfrenuar që djeg çdo urë komunikimi. Profeti alayhis salam na mësoi një urtësi të thellë për të mbrojtur zemrat tona nga zhgënjimet e mëdha. Ai ka thënë: Duaj mikun tënd me mas, sepse ai një ditë mund të bëhet armiku yt, dhe urrej armikun tënd me mas, sepse ai një ditë mund të bëhet miku yt. Ky udhëzim na mbron nga thyerja e zemrës. Kur e kuptojmë këtë, ne nuk investojmë pritshmëri të mbinatyrshme tek njerëzit. Ne mbajmë zemrën tonë në ekuilibër. E mesme e artë është ilaçi kundër xhelozisë së murr, krenarisë të tepruar që kthehet në arrogancë dhe vetvlerësimit të ulët që kthehet në nënshtrim të pashpresë. Ajo na jep dinjitet, të qëndrojmë të fortë, por me përulësi, të jemi bujar për pa e shkatëruar veten. Sot, të zgjedhësh të mesmen e artë është një akt guximi. Në një botë që na kërkon të pozicionohemi në luftë të vazhdueshme, të jesh i moderuar, do të thotë të jesh i mençur. Nëse punon shumë, mos e harro shëndetin dhe familjen tënde. Nëse kërkon të mësosh, mos e harro praktikën e asaj që mëson.
Nëse dëshiron të ndihmosh të tjerët, mos e harro veten tënde. Urtësia islame na mëson se vepra më e mirë dhe më e dashur tek Allahu nuk është ajo që bëhet me vrull të madh dhe pastaj ndërpritet, por ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe e pakët. Një rrugë mesme e qëndrueshme vlen më shumë se një flakë e madhe që fiket për pak sekonda. Nata nuk është tërësisht e errët, as dita nuk është tërësisht e verbër. Jeta e vërtetë lulëzon në agim, aty ku drita dhe errësira takohen në harmoni të plotë. Mos u bëj robi ekstremeve të kësaj bote. Mos lejo që asnjë dall të hedhë në skajet të dëshpërimit apo të vetkënaqësisë. Kërkoje të mesme në art në çdo fjalë që thua, në çdo hap që hedh dhe në çdo ndjenjë që mban në gjoksin tënd. Aty do të gjesh qetësinë që bota nuk mund të ta jap, edhe kënaqësinë e atij që të krijoi. O Allah, o rregulluesi i qejve dhe i tokës, na ruaj nga rrëshqitja në ekstreme. Na bëj prej atyre që ecin në rrugën e mesme të drejtësisë, moderimit dhe paqes. Ne imbush zemrat tona me ekuilibër, na jep urtësi për të dalluar të vërtetën dhe na mundsoj që ta përfundojmë këtë jetë me një shpirt të qetë dhe të pranuar tek Ti.